Rëshqitja e dheut dhe një pjesë të rrugës nacionale Libra-Shprenjas ka sjell blokimin pa afat të këtij aksi. Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi drejtuesit e mjeteve të zgjedhin rrugë alternative pasi gjatë 48 orëve të fundit ka patur përkeqësim të rrugës në zonën e njohur si Arra te Gurës. Jemi të detyruar të bëjmë të bllokimin total tashmë, jo vetëm për mjetet e rënda, të cilin e njoftuam në mëngjes, por edhe për mjetet normale. Ju lutem shumë ta shmangni me patjetër. Unë e di që është fundjavë dhe ne kemi një fluks gjithmonë gjatë fundjavave që i drejtohet veçanërisht Korçës. Kështu që lutja është ta shmangni sepse do gjendeni në trafik, në radhë pritje, ne nuk jemi në gjendje të themi sa do zgjasin punimet. Rrezik përbën edhe ura në këtë zonë. Nga mëngjesi për shembull spostimi i urës, në mëngjes ishte 27 centim, nga kjo anë që ne jemi, ndërkohë që aktualisht është 29 centim. Nga vizita që ne bëm tani poshtë urës, aty po formohet betoni, pa që tregon që ajo është aktive edhe në këtë moment që ne po flasim. Bllokimin do të vijojë deri në hapjen e një bypassi në zonë. Rruga Librash-Pogradesa është një nyje kryesore e lëvizjes, jo vetëm për qytetarët, por edhe për mjetet tregtare. Tre janë alternativa që drejtuesit do të duhet të përdorin, edhe pse ato janë më të gjata. Për lëvizjet nga kryeqyteti drejt Korçës apo Anasjelltas, mjetet mund të përdorin aksin Maliq-Gramsha-Elbasan. Një tjetër alternativë është aksi Korçë-Ersek-Përmet, ndërsa për kamionët, Maqedonia mbetet alternativë.